shihni dhe ju, është salla plot, ka edhe njerëz jashtë, është shumë e rëndësishme që cili do prej politikanëve, po sidomos politikanët e Partisë Demokratike të kthehen tek njerëzit, tek kafet, tek takimet, tek bashkëbisedimi për të bërë mundur zgjimin e Partisë Demokratike, ringritjen e Partisë Demokratike dhe ripërtëritjen e Partisë Demokratike. Unë do të jem në çdo takim ku më kërkojnë demokratët për t'i dëgjuar, për të bashkëbiseduar dhe për të ndarë mendime se si Partia Demokratike bëhet më fort dhe bëhet alternativë që mund Edi Rama dhe qeverinë e Partisë Socialiste. Do kemi kohë që të flasim gjatë takimit, kështu që janë siç e shikoni, është një takim ku janë gjithë struktura e Partisë Demokratike, janë dy kryetarët e fundit të zgjedhur të Partisë Demokratike në Durrës, sekretari i Degës, kryetarët e Degës, ish deputet dhe lista e më të votuarve të Partisë Demokratike në Durrës, për shkak se ky format është i tillë që janë njerëz që nuk kanë pasur, po themi, përfaqësim apo mundësi për të qenë në struktura. Deputetët janë në Këshillin Kombëtar dhe në grupin parlamentar ku i shprehin mendimet e tyre. Kemi menduar dhe është menduar edhe nga organizatorët këtu që të jetë një format i tillë për të folur në mënyrë të hapur, të qartë dhe për t'i çuar mendimet aty ku duhet. Sot lideri i Partisë Demokratike cilësoi qëllime private dhe personale, si përgjigjen e tij? Vetëm qëllimi i çdo takimi është ringritja, fuqizimi dhe zgjimi i Partisë Demokratike. I vetmi qëllim që kam unë dhe kam treguar është interesi publik, po sidomos interesi opozitar dhe i Partisë Demokratike. Faleminderit. Jeni.